thamë që komplet levizën vetëvendosje me vendosjen e në nuk e kanë peshen as politike, as historike, as projekte, as punë sa e ka ashim thoqe. Prandaj, Kosova edhe populli saj duhet të përcaktohet ka po dënë. Apo dënë qetësi, regull, punë, projekte, antarësim në organizatat e huja, ushtrit fort, shkollat forta, shëndetësit fort, ekonomit fort, apo po dënë të jetojnë kështu me talava politikë si që janë duke bortar. Sigurisht mbetet vendoset nga veç qytetari në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Zonja Musliu, do jetë PDK-ja e gatshme për ndonjë koalicion, sepse edhe vetë kryetari i ri Bedri Hamza deklaroi se nuk ka vija të kuqe për bashkëpunim. Tani, kjo është më traditë e Partisë Demokratike të Kosovës, jo vetëm Bedri Hamza, po ju e dini shumë mirë në të kaluarën, ka thonë edhe Kadri Veseli, edhe presidenti Thaçi, edhe Enver Hoxha, edhe Memri Krasniqi, që Kosova nuk ka vija të kuqe. Partia Demokratike nuk ka vija të kuqe. Partia Demokratike ka program, ka platform, ka vizion dhe ka ide. Nëse ide tona, programi jonë, platforma jonë, strategjia jonë përputhet me njerën nga partit politike, ne do t'i kryojmë institucionet dhe vendi do të shkoj përpara. A do ketë kusht PDK-ja postin e kryeministrit për të arritur ndonjë koalicion me cilën do prej partive politike? Tani, jemi në një fazë krejt tjetër. Partia Demokratike garon për pozitën e kryeministrit, jo, po për drejtimin e shtetit. Partia Demokratike e Kosovës sot e shej etike Kosovën mi nxjerr nga llumi se ku e ka vendos Albin Kurti. Dhe është e bashkuar, është unike, dhe është e gatshme në çdo moment të dalë para se cilit qytetar, t'i spjegoj sa herë që të ka nevojë, programin e saj, idetë e saj, vizionin e saj për me dalë nga kjo katastrofë. Dhe ftoj nga kjo studio të gjithë antarësinë e Partisë Demokratike të Kosovës, që me punën e tyre, me angazhimin e tyre t'i dalin zot Kosovës. Dhe përmes aktivistëve tonë, përmes strukturave tona, ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës të reflektojnë, të krijojnë qetësinë këtë vend, të krijojnë rregull në këtë vend, të krijojnë sistem demokratik këtë vend, të krijojnë lirit medjave, të krijojnë organet drejtësisë të pavarura, të krijojnë barazi qytetare. Dhe jo, siç vepron lëvizja vetëvendose me diktat, me dhunë, me linçime, me mënyra edhe metoda primitive tenton ta marrë pushtetin. Zonja Musliu, kryetari Hamza e përmend